Një situatë alarmante shëndetësore po zhvillohet në det të hapur, ku anija turistike MV Hondius është përfshirë në një shpërthim të dyshuar të hantavirusit, një sëmundje e rrallë për potencialisht vdekjeprurëse. Sipas autoriteteve dhe operatorit të anijës, të paktën 3 persona kanë humbur jetën, ndërsa disa të tjerë kanë shfaqur simptomat e infeksionit dhe janë në proces evakuimi emergjent. Ekipet mjekësore janë duke punuar për trajtimin e pasagjerëve të prekur. Anija, me rreth 150 persona në bord, mbetet e bllokuar pranë brigjeve të kepit të gjelbër, pasi autoritetet lokale nuk kanë lejuar ankorimin për arsye sigurie shëndetësore. Organizata botërore e shëndetësisë ka deklaruar se rreziku për publikun e gjerë mbetet i ulët, pasi hantavirusi zakonisht nuk transmetohet lehtësisht nga njeriu te njeriu. Megjithatë, autoritetet po tregojnë kujdes maksimal. Sëmundja, e cila zakonisht transmetohet nga brecit përmes urinës dhe ashqitjeve të tyre, mund të shkaktojë simptoma të ngjashme me gripin dhe në raste të rënda probleme serioze në sistemin respirator. Kompanitë operuese të anijës po shqyrtojnë mundësinë e evakuimit të pasagjerëve në portet e afërta, ndërsa situata mbetet e paqartë dhe në monitorim të vazhdueshëm. Pasagjerët kanë raportuar frikë dhe pasiguri të madhe në bord, ndërsa autoritetet po punojnë për të garantuar sigurinë dhe kthimin e tyre të sigurt në tokë.